Endri, çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bllokuar Hormuzin, ndërkohë Trump ka lajmëruar dje që ka lajme që po shkohet drejt një marrëveshje për armëpushim. Si qëndron e vërteta dhe ku po shkojnë palët, sepse nëse vazhdon kjo situatë, Garda Revolucionare ka parajmëruar që do të bllokojë nëpërmjet Huthive edhe atë që konsiderohet Babel Mandeb. Pra, çfarë reperkusionesh do të ketë nëse nuk kemi një armëpushim të shpejtë, se këtë po diskutojmë. Jo, armëpushimi është ekzistues. Armëpushimi. Marrëveshje paqe nuk e. Paqe. Se armëpushimi është, nuk janë duke luftuar palët. palët. Mund të shtyhet armëpushimin. Po, palët kanë mohuar që ka një ashtu përshtyrie, po them momentin që do skadoja jo më, se po them tani. Për të siguruar. Se ishte tani do ishin marrë ato masë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se kanë bllokuar ngushticën e Hormuzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur bllokadë detare ndaj porteve iraniane. Pra, që do të thotë çdo anije e cila është me destinacion portit iraniane apo që është furnizuar në portet iraniane dhe do të dali, nuk do lejohet për të kaluar në atë ngushticë. Kjo blokadë nuk është për Kuvajtin, kjo blokadë nuk është për Irakun, nuk është për Arabinë Saudite, nuk është për Bahreinin, Katarin, Emiratet Arabe apo për Omanin. Është vetëm për portet iraniane. Anijet po më thua, po kalojnë. Po, anijet të ndryshme po kalojnë dhe nuk ndalohen nga Shtetet e Bashkuara në qoftë se destinacioni apo origjina e portit tyre nuk është iranian. Pra janë bllokuar portet iraniane. Këtu po kalojnë anije. Po aktualisht po kalojnë anije shumë pak. Që furnizohen po shumë pak. Po që furnizohen në Emiratet Arabe apo në Kuvajt apo në Bahrein apo në Katar apo në vende tjera. Po kalojnë shumë pak, por po kalojnë. Të vetmet që nuk po kalojnë janë ato të cilat kanë destinacion portit iraniane ose kanë. Edhe ato kinezët janë bllokuar? Gjitha janë bllokuar, nuk ka. Po patë destinacion apo vend origjine. Trump ta hap Hormuzin për Kinën. Nëse Kina ndalon armatosin e Iranit, është hapur? Jo, nuk është hapur për Kinën. Pak në si deklarata publike, Nuk është hapur për Kinën. Çfarëdo lloj anije e cila do të shkojë në portin iranian apo është nisur, është furnizuar në portin iranian dhe do të dali, është bllokuar. Ky është koncepti i bllokadës detare. Jo, është pirateri sipas Iranit. Nëse sipas Kinës është shkelje e drejt për drejt e konventave ndërkombëtare. Shiko, këtu ka pasaj jo, nuk është dhe aq, sepse për shembull nëse je në gjendje lufte, ke të drejtë sipas ligjit luftës që të bllokosh portet detare armikut tënd. Është ligji i luftës në fuqi. Pra, ke një gjendje lufte dhe në këtë gjendje e luftës un kam të drejtë të bllokoj portet detare aty. Është shumë e thjeshtë. Ai nuk po bllokon kalimin e anijeve të tjera, të cilat nuk kanë lidhje me konfliktin. Anijet të cilat kanë lidhje me konfliktin janë ato të cilat shkojnë në portet iraniane. Apo nisen në portet iraniane. Nuk është pirateri. Jo, nuk është pirateri, sepse sipas të ligjit luftës ti e ke të drejtën për ta kryer këtë veprim. Pra, nëse nesër pas nesër çfarë them ti shtetet po themi Italia sulmon Shqipërinë, mund të bllokojë portën, mund të bëjë një bllokadë detare. E kupton? Bllokadë detare nuk është hera e parë që kemi parë. Ne kemi parë një bllokadë detare në krizën e 60-s, në 62-shit, kriza e Kubës, është shumë e famshme për bllokadën detare që i vuri Kennedy Kubës për të detyruar Kubën që të hiqte armët bërthamore ruse që i kishte marrë, apo jo? Nëse mbani mend. Jo, ideja është kjo. Pra bllokada detare në një nuk është. Jo, a do ta pranoj Kina këtë, sepse i bie që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pranoj Kina është çështje tjetër, të çelës që kontrollon pastaj stabilitetin e brendshëm të Kinës. Kina nuk pengohet që të shkojë të furnizohet në, po themi, me naftë në Arabi Saudite apo në vende të tjera. Ne kemi marrëveshje me Iranin, po Irani është në gjendje lufte me. Po ta respektojmë deri në fund. Po Irani është në gjendje lufte dhe ka një bllokadë detare të portet e tij. Pra ti ke marrëveshje, po ka dhe një gjendje lufte Irani. Kështu që në bazë të drejtës dele sulmon të gjitha anijet që kanë destinacion në Shtetet e Bashkuara, portet e Shtetet e Bashkuara. Po le ta bëj. Le ta bëj, okay. Po pra ideja është në kur je në bazë të ligjit luftës, ti ke të drejtën të bësh bllokadën detare. Dhe bllokada detare tashmë nuk është trirë vetëm në, pra dje ishte lajmërimi komandës amerikane, që thoshte nuk është vetëm për anijet të cilat
kanë destinacione apo portë origjine ato që janë portet e Iranit, por njëkohësisht është shtrirë mbi çdo anije iraniane apo të lidhura me Iranin që janë në botë, që do të thotë, sipas ligjit luftës, që jeton Shtetet Bashkuara të Amerikës po i zbatojnë këtë rast, është që një fregat amerikane ose një anije lufta amerikane mund të ndalojë edhe një anije të lidhur me Iranin në paqësor, për shembull, pavarësisht se është me mijëra kilometra larg. Dhe gjitha kjo justifikohet me faktin që ne të dy jemi në gjendje lufte. Klet, e paraprive këtë në emisionin që shkoi, thej që do kemi një blokad të blokadës. Po, në mendimin tim qoftë referohesh asaj çapo ndodh, unë kam përshtypjen që të dyja palët duan të dalin nga ky konflikt. Edhe Shtetet Bashkuara dhe Irani. Irani për shkak se natyrisht konflikti ka pasojë të mëdha, pavarësisht se regjimi po mban etj, por situata e brendshme, rënimi i infrastrukturave, rënimi i kapaciteteve ushtarake nuk është i pakët. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dështuar në rrëzimin e regjimit periudhën afat shkurtër dhe i vetmi problem që mbetet për të negociuar është programi bërthamor. Kjo besoj që është pika më e nxehtë e cila do t'i mbaj palët në tension. Shtetet Bashkuara duan eliminimin e të gjithë programit bërthamor iranian, kanë përshtypjen dhe atij me qëllim civil, ndërkohë që Irani do të kërkojë minimalisht ruajtjen dhe mbajtjen e kapacitetit bërthamor civil dhe zhvillimin. Këtu jemi në këto ure. Kam përshtypjen që kjo është pika më me tension. Sepse objektivat nga palët nuk është, paktën në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se janë arritur shumë. Ajo që kërcënimi më i madh për Shtetet Bashkuara të Amerikës nga ana e Iranit nuk është kapaciteti ushtarak që ka Irani, se nuk vjen në diskutim që nuk e rrezikon dot. Janë aspektet asaj që mund të quhet lufta e pisët ose vazhdimi i konfliktit duke mbajtur në tension, çfarë të mundoj, sulmet me dron. Minimi i ngushticës së Hormuzit dhe hapësirës detare. Dhe minimi është një akt të cilin se tush ka dhe ato riperkusionet e veta, sepse nga ndonjëherë se tush ushtria e cila lëshon minat detare dhe nuk i kontrollon dot më, sepse iken edhe korrentet e kështu me radhë. Dhe mund përdorimi i proksive, siç është Houthi apo Hezbollah. Këto janë teknikat që do përdori Irani. Edhe bllokimi i ngushticës Hormuzit ose kërcënimi për bllokim është element i luftës pisët ose i luftës që Irani kërkon të bëjnë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka kapacitet që ta mundi ose ta kundërshtojë ushtarakisht. Është e pamundur. Pra kush mendonte që Shtetet Bashkuara të Amerikës do hynin në një luftë nga ku do të dilnin me trupa? Këshilli i Sigurisë Rusisë lajmëron se pas maskës negociatave mund kemi një sulm, sepse aeroplanmbajtësia George Bush po afrohet linjën e mesme për të zëvendësuar Lincolnin. Marinca, avion që të mbushur me raketa. Atëre në momentin në cilin flasim, qoftë të bënim një lloj krahasimi me pushtimin e Irakut, Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin në Arabinë Saudite, në Kuvajt baza ushtarake, përqendrim fantarie rreth 150.000 ushtarë do të kenë marrë pjesë në sulm. Sot maksimumi me forca të transportuara nga anijet, pra marinsat, mund të jenë diku ke 20.000 veta. Objektivat ushtarak do të jenë të kufizum. Kështu që nuk ka një sulm nuk do ketë një sulm të tretë që të shkojë të ngjashëm me ato që ndodhi as ta lejon terreni që të shkosh të bësh një sulm nga toka, besoj, dhe as ka një përqendrim të madh forcë sepse duket. Pra nuk mund të ketë, po thua. Mund të ketë sulme të cilat mund të targetojnë ishujt të Iranit që përdoren si infrastrukturë ose ushtarake ose për një ofensivë të madhe. Por jo një ofensivë të madhe toksore, është pak e vështirë. Endri, si e shikon këtë narrativën? Këtu jemi te agjencia TASS, një lajm nga Këshilli i Sigurisë Ruse që pas negociatave
mund të ketë plane për të sulmuar Iranin. Nga ana tjetër kemi lajme që avion të mbushur me municione, duhet ta kemi atë hartën regjia, po vin nga Europa drejt lindjes mesme. Kemi aeroplanbajtësin George Bush që nuk po kalon në Bab el Mandeb, po I bie kështu rreth e përqark për të zëvendësuar Lincolnin. Pra, si e shikon Endri mundësinë e një sulmi të ngjashëm me atë që pam këto 40 ditë. Pra, rikthimin tek, nëse dështojnë negociatat, sigurisht. Po, taktika e Trumpit shumë ka qenë gjithmonë, domethënë jemi duke bërë negociatat, njëkohësisht unë afroja anijet që nëse negociatat nuk më çojnë në një rezultat, atëherë unë kam për të përdorur forcën ushtarake. Po për momentin kam përshtypjen që bllokada detare funksionon më mirë se sa po themi një rikthimi I konfliktit ushtarak. Sepse bllokada detare në këtë rast është duke I shkaktuar Iranit, pra se nuk është vetëm nafta, po janë të produktet e tjera, të cilat janë bllokuara sepse nuk aksesojnë dot portet iraniane. Pra Irani nuk është se thjesht shet naftë edhe u bllokua nafta. Ke produkte të tjera që janë produkte detare, produkte tregtare, produkte manufakturore, produkte të po themi të metalurgjisë apo tjera, pra çfarëdo lloj gjëje. Dhe njëkohësisht dhe importet. Kjo blokadë po thua dhe njëkohësisht dhe importet. Ka thelluar izolimin e Jo, kjo çon në dëmtimin ekonomik për fat keq që ka për ta nxjerrë popullsia, në kuptimin që sot Irani në një ditë të vetme nga blokadat detare humbet rreth $435 milion, që I bie rreth $12 miliard në muaj. Vetëm nga blokadat detare. Por ama pjesë e furnizimit vjen edhe nga Rusia. Dhe aty ndërkohë I ka aty do dal, aty se aty jam. Dhe pra ideja është që ti mund, nëse ti nuk ke likuiditete, çfarë ndihmë mund të japi Rusia? Pra Rusia është vetë keq me likuiditete sepse ka çështjen e Kina vetë nuk do që të po themi të përfshihet aq shumë në kuptimin e kësaj situate sepse ka takimin me Trumpin tani që e ka në maj.